një pyetje për ty. A ka ndonjë veprim konkret në 4 vjeçarin e fundit të qeverisjes që Albin Kurti e ka kryer mirë dhe e meriton duart rokitin tuaj? Qëre, kryesisht janë politika të llojit, unë jam pro shtesave fëmijëve. Unë jam pro banimit përballueshëm, unë jam pro rritjes paga në sektorin publik. Gjithkund botë sektorin publik, se unë do njerëz që ka pak edhe më shqetësojnë. Një non thonë jemi liberal, edhe tregu e rregullon pjesën private, mas ne i thojnë qeveria pse pi rrit këtë pjesë, po çfarë përgjegjësie ka qeveria? Tregu le ta rrit anaj. Çfarë rroga i ka, s'ka tjera. Pra, unë jam dakord edhe kam ndjeshmëri me punëtorët anaj. Amo nuk mundesh me kohën edhe për tregun edhe për ekonominë e tregut, edhe për këtë tjetrën. Pra, shtesat, rritja pensionit, për mua veç nuk ka rrit mjaftueshëm sa dasht, po këtu kanë qenë disa pi politikave që po mbin mend që mendoj që janë mirë. Njerëz, për shembull Veri s'ka vepruar mirë? Qëre Veriu është përdorim afat shkurt. Unë jam i bindur dhe këtë kemi vendosur në krenarin një farë si me thonë kushtimisht basti publik. Qysh është afat shkurt? Qysh, po të kallëzoj se kemi kry këtë debat. Kjo punë rikuptimsohet kur të kryhet marrëveshja me Serbinë. Nëse Veriu merr autonomi, kur gjë s'ka kry. Nëse Veriu integrohet qysh pretendon krenari, unë kam kallëzu edhe atë natë të sonte, po them, publikisht them, gabim e kam pas. E thoj pranoj, bindja eme e thellë është që ndryshimi aktualisht ekziston, po për shkak të konsenzusit ndërkombëtar dhe mënyrës që ky e ka bëu një anshëm, që unë se kisha bëu kur, po ky e ka bëu, është vendimi i tij, Kosova ka me bëu autonomi më të madhe se secilën herë në veri. Edhe unë nuk e kam problem me autonominë e minoriteteve. Problemin e kam që kemi me jep autonominë pa njohje. E ajo e dini çka ndodh si Bosnjë se si krejt vendet e tjera. Ky është analiza eme, edhe s'po du me bëu debatin sonte se kur të vim te ajo pikë, dy janë